Ndëshkimi në jetën e varrit për personat që bën zina. Ata që kryejnë zina ndëshkohen ashpër edhe në varret e tyre. Në një hadith të gjatë, i dërguari Allahut alayhi salam rrëfen një ëndër, në të cilën pa se si dënoheshin disa mëkatar në jetën e ndërmjetme të berzahut. Semure ibn Gjundubi alayhi salam transmeton se një mëngjes, i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: mbrëmë erdhën dy burra në ëndër dhe thanë: eja me ne. Shkova me ta në një vend të shenjtë. Vazhduam derisa arritëm në një grop në tokë që i ngjasonte një guve furre, e ngushtë nga lart dhe poshtë e gjerë. Nga ju dëgjoheshin britma dhe zëra. Shikuam në të dhe pam burra dhe gra lakuriq. Në atë grop kishte një zjarr të furishëm. Sa herë që flakëronte, burrat dhe gratë u lërinin dhe ngriheshin me të derisa gati nuk binin nga gropa. Kur zjarri qetësohej, ata ktheheshin në fund. Pyeta: kush janë këta? Më thanë: ec më tutje. Thash që nga fillimi i natës më dërguat në vende të ndryshme dhe pas gjëra të habitshme. Ç'është gjithë kjo që pash? Ata thanë: tani do të tregojmë. Sa u përket burrave dhe grave lakuriq në grop, ata janë lavirët dhe laviret. E unë i jam Gjibrili dhe ky është Mikaili. Ngjashëm me këtë, Ebu Umame Bexheli, transmeton se dërguari Allahut alayhi salam ka thënë, derisa ishte duke fjetur një ditë, i erdhën dy engjëj, e kapën për krahësh dhe e dërguan në një mal të vrasht. E detyruan të ngjitej në të dhe i treguan pamje të ndryshme të ndëshkimeve të mëkatarëve, në mesin e të cilave këtë. Ecëm derisa pash njerëz të cilët ishin tepër të enjtur dhe kishin një dumë të keqe, si atë të Llagemit. Pyeta: kush janë këta? Këta janë burrat dhe gratë kuror shkelës. Meqense zinaja është mëkat i madh i ndaluar eptësisht në Islam, ata që e bëjnë atë i nënshtrohen një ndëshkimi të dhimbshëm edhe në jetën e përtejme. Citojmë prap fjalën e Allahut: dhe ata që posa Allahut nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri. Gjë që Allahu e ka ndaluar, përveç se me të drejtë dhe që nuk bëjnë kurvëri. E kush i bën këto, do të marrë gjunahe. Ndëshkimi do t'i dyfishohet në ditën e Kiametit dhe ai do të qëndrojë për herë në këtë fatkeqësi i poshtruar. Surja Furkan 68-69.